Sara Gjordeni ka bërë një reagim të fortë dhe të drejtë për drejtë në rrjetet sociale duke ndarë me ndjekësit një situatë që sipas saj po haset gjithnjë më shpesh, madje edhe në mesin e personazheve publik. Ish banori e Big Brother VIP u shpreh se ka vënë re diçka të pazakontë në lidhje me llogaritë e disa figurave të njohura të showbizit, të cilat papritur nuk i shfaqen më në Instagram. Sara tregon se disa profile të caktuara i dalin jo aktive, një status që zakonisht tregon se llogaria është fshirë ose ka vendosur ta bllokojë, por sipas saj kjo nuk ka lidhje me ndonjë veprim të bërë prej saj. Jam habitur shumë sepse disa profile të showbizit nuk më hapen më dhe më del user unavailable, por unë nuk i kam bllokuar kurrë, shkruan Sara. Në vijim ajo shton edhe më qartë atë që mendon. Kam vetëm një shpjegim, edhe të famshmit kanë profile fake si njerëzit e thjesht, me të cilës shajnë e ofendojnë të tjerët. Këtë e bëjnë pa e ditur se llogaria fake është e lidhur me profilin kryesor dhe dalin dhe aty të bllokuar. Duket se i ka vënë në shënjestër këto sjellje, duke lënë të kuptohet se edhe bota e showbizit nuk është imune ndaj fenomenit të profileve false.